Sekreti shpirtëror I unazave, fuqia e fshehur sipas budizmit dhe feng shuit. Përshëndetje miqtë e dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Mirë se vini në këtë udhëtim të thellë brenda botës së fshehur të unazave. Jo si bizhuteri e thjeshtë, por si anije shpirtërore, si kujtesë e gjallë e fuqisë suaj të brendshme. Sot do të zbulojmë se si një copë metal ose gur I vogël mund të ndryshojë rrjedhën e energjisë suaj, të tërheqë pasuri, qetësi dhe dashuri, sipas urtësisë së lashtë budiste dhe harmonisë së feng shui. Le të fillojmë me historinë që ndryshoi gjithçka. Një unaza si ankor, historia e dishepullit të humbur. Imagjinojeni një ditë të lashtë nën hijen e një pemë bodhi. Një dishepull I ri, I quajtur Ananda ose ndoshta një tjetër, emri nuk ka rëndësi, por zemra e tij ishte plot me vuajtje. Ai ndjej I pafat, I humbur në vorbullën e dëshirave, zemërimit dhe pasigurisë. Çdo ditë I dukej si një betejë e humbur. Ai shkoi tek Buda dhe I tha me lot, o I shenjtë, unë nuk po arrij kur paqen. Çfarë mund të bëj? Buda, me buzëqeshjen e tij të qetë si liçeni I pastër, pa thellë në shpirtin e tij. Pa fjalë të tepërta, nxori nga xhepi një unaz të thjeshtë argjendi, pa gur të shtrenjtë, dhe I avuri në gishtin e mesëm të dorës së majit. Mbaje këtë për 21 ditë pa e hequr, tha Buda. Dhe vëzhgo. Dishepulli u kthye pas 21 ditësh. Fytyra e tij shkëlqente. Mjeshtër, tha ai, jeta ime ka ndryshuar. Kam gjetur qetësi, vendime të sakta dhe madje mundësi të reja kanë ardhur pa I kërkuar. Çfarë magjie ka kjo unaz? Buda qeshi but. Nuk ka magji në metalin e kësaj unaze, o birë. Magjia është brenda teje. Unaza është vetëm një ankor, një kujtesë e vazhdueshme. Sa herë që e shije ose e ndjeje në gisht, të kujtojë të ktheheshe në momentin e tanishëm, të merrje frymë thellë, të zgjidhje me mençuri, të veproje me qëllim të pastër. Ti vetë e krijove ndryshimin. Unaza thjesht të ndihmoj të mos harroje. Ky është thelbi budist, objektet e jashtme nuk kanë fuqi vetë, ato janë pasqyra të mendjes sonë. Por kur I përdorim me qëllim, ato bëhen porta drejt zgjimit. Në feng shui, kjo quhet aktivizim I qis, unaza drejton rrjedhën e energjisë si një lumi I qetë që ushen jetën tënde. Le të shkojmë më thellë në materialet që zgjedhim sepse çdo metal, çdo gur ka një vibracion unik, si një not në simfoninë e universit. 2. Rëndësia e materialit, vibracionet që tërheqin fatin. Floriri, ari I pastër, I ngrohtë si dielli I agimit. Ai nuk është thjesht metal I shtrenjtë, ai është simbol I fuqisë së lashtë, I diellit që nuk shuhet kurrë. Në feng shui, floriri përforcon energjinë që ti tashmë ke, si një rritës I zjarrit të brendshëm. Nëse je I sigurt, ai të bën më të sigurt. Nëse je krijues, ai të bën më të frymëzuar. Por kujdes, nëse ke dyshime, ai zmadhon ato. Përdore me qëllim të pastër për prosperitet. Perlat, si lotët e hënës që bien në oqean. Ato sjellin qetësi të thellë emocionale, durim si lumi që pret të arrijë detin dhe hir natyral. Nëse ke takime të rëndësishme, qoftë biznes, dashuri apo vendime familjare, një perlë në gisht të bën të dukesh dhe të ndihesh I ekuilibruar, si një zang që di saktësisht çfarë dëshiron. Smeraldi, guri I gjelbër I shpresës dhe ekuilibrit mendor. Ai hap qendrat e syve të brendshëm, përmirëson përqendrimin si një lazer I qartë. Nëse je student, sipërmarrës apo dikush që punon me mendje, smeraldi të ndihmon të presësh zhurmën dhe të shohësh qartë rrugën, rubini, flak e kuqe pasioni. Ky gur nxit guximin, forcën vitale dhe energjinë për të kapërcyer pengesa. Për sipërmarrësit, artistët, ata që duan të krijojnë diçka të madhe, rubini është si një motor I fshehur që të shtyn përpara pa frikë, safiri, qielli I thellë I natës. Ai qetëson ankthin si një erë e lehtë, mpreh intuitën dhe lidh me urtësinë e lashtë. Nëse ndjen trazira mendore ose ke nevojë për vendime të qarta, safiri është miku yt më I mirë. Zgjidh materialin sipas asaj që të mungon, por mos harro, guri nuk të jep atë që nuk e ke brenda. Ai vetëm e zgjon. 3. Pozicioni në gishta, harta e energjisë së dorës.
Dora është harta e shpirtit. Çdo gisht është një kanal qije. Gishti i madh sundon vullnetin dhe udhëheqjen. Mbajtja e unazës këtu zakonisht e trash, e fortë, të jep autoritet si një mbret që di të drejtojë. Por mos e tepro, mund të bëhesh kokfort, gishti tregues, ambicia, vizioni, leadershipi. Unaza këtu, shpesh me gur blu ose të zi, të ndihmon të tërheqësh mundësi, të jesh i edukshëm në boll. Në Feng Shui, treguesi i majt tërheq karrierë dhe autoritet. Gishti i mesëm, qendra e ekuilibrit dhe përgjegjësisë. Ky është gishti më i fuqishëm për stabilitet. Dora e djathtë këtu tërheq pasuri materiale, si të thonë disa mjeshtra Feng Shui, ndërsa e majta forcon inteligjencën emocionale dhe vetë kontrollin. Unaza e mesme është ankor e vërtet, por mos e mbingarko me shumë unaza, sepse bllokon rrjedhën. Gishti i unazës, dashuria, kreativiteti, harmonia e brendshme. Këtu mbahet unaza e martesës sepse ky gisht lidhet me zemrën në traditën perëndimore, por në Feng Shui ai aktivizon marrëdhëniet e bukura dhe frymëzimin artistik. Gishti i vogël, komunikimi, përshtatshmëria, lidhjet sociale. Unaza këtu, zakonisht e hollë, të bën më të hapur, më të zhdërvjellet në biseda dhe marrëdhënie. Dora e majt merr energji femërore, pranuese, e djathta jep, mashkullore, aktive. Për pasuri, majtas mesëm ose tregues. Për qetësi, majtas unaz ose mesëm. 4. Këshilla dhe paralajmërime, si të mos prishësh harmoninë. Më pak është më shumë. 2 unaza maksimum, më shumë krijojnë kaos energjetik, si valë që përplasen mes vete. Unazat e trashëguara, ato mbartin historinë e pronarit të vjetër, gëzime, dhimbje, borxhe emocionale. Pastroj me tym sage, ujë me kriv deti ose dritë hëne për 24 orë para se t'i vësh. Dizajni, rumbullakët i lëmuar, rrjedh si ujë. Cepat e mpreth krijojnë energji agresive, si shigjeta që kthehen kundër teje, madhësia. Shumë e ngushtë bllokon qarkullimin e energjisë në meridiane, si një lum i penguar që përmbyt fushat përreth. 5. Manifestimi me qëllim, rituali ditor. Kur e vë unazën çdo mëngjes, mbyll syt. Merr frymë thellë. Thuaj me zë të ulët, unë jam i hapur ndaj bollkut, qetësisë dhe dashurisë. Kjo unazë më kujton fuqinë time të brendshme. Sot veproj me mençuri, tërheq atë që më shërben dhe lë të shkojë çdo gjë që nuk më përket. Thuaj si një mantra 7 herë. Ndjeje vibracionin në gisht. Kjo e kthen unazën në ritual të fuqishëm. Mbyllje epike. Fuqia e vërtet nuk qëndron në gur apo metal, ajo buron nga ti. Unaza është vetëm mjeti, pasqyra, ankorja që të ndihmon të mbash mend se kush je vërtet, një qenie e plot, e fuqishme, e lidhur me universin, fale mendjen tënde, zemrën tënde dhe lejo që energjia të rrjedhë. Vendos unazën sot dhe shiko si bota fillon të përgjigjet. Nëse kjo video të preku, lëri një like, abonohu dhe ndaj me dikë që ka nevojë për këtë kujtesë. Faleminderit që ishe këtu. Paq qetësi dhe bollë.